Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Luani, të bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është thinker, menduesi. Është në fakt një thirrje për një reflektim të thellë. Por ka dallim nga jo reflektimi i thellë dhe ngecje në mendime. Është një kujtesë për fuqinë e qartësinë që vjen nga vetmia e mençur. Kur them nga vetmia e mençur, mendoj këtë reflektimin e thellë, jo vetmia në lloj depresioni dhe dëgjimit të zërit të juaj. Kjo letër përfaqëson atë moment të rrallë kur njeriu ndalon, mendon dhe ndjen, para se të marrë një vendim, para se të flasë, para se të ecë më tej. Mendimtari nuk është një shpirt që rrikot, por një shpirt që zgjedh të kuptoj më thellë se çfarë po ndodh, përpara se të përfshihet emocionalisht apo të veproj pa menduar. Do thot, një reflektim i thellë apo një ngecje e mençur, ta them unë kështu. Ndoshta je në një moment ku po mendon shumë, po vëzhgon gjithçka, por si i sigurt a është momenti për të vepruar. Kjo letër të thot, jo gjithmonë duhet veprosh me njëherë. Ndonjëherë më shumë fuqi ka qetësia e dikujt që kupton se sa nxitimi i dikujt që vepron pa drejtim. Pra, kjo është një simbol i mbrojtjes, intuita jote është e mbreht tani, dëgjoje, bëj pyetje thellë brenda vetes, si çfarë dua vërtet, kush jam unë në këtë situatë, a është kjo zgjidhje apo thjesht një shmangje. Do thotë të gjitha këto, qartësia të dashur Luan nuk vjen nga zhurma, por nga qetësia. Dëgjoje zërin tënd të mbrëmshëm, ai di më shumë se sa e mendon. Bëjeni këtë reflektim para se të veproni drejt asaj që synoni.